Përmes një atmosfere festive nisi në qytetin e Pukës kampionati kombëtar i boksit U19, një aktivitet që vjen për herë të parë në këtë qytet. Fal punës profesionale dhe arritjes së rezultateve pozitive që ekipi Tërbuni Boks me trajnerët Emiliano dhe Claudio Cecchini ka regjistruar në vetëm një vit e gjysmë nga formimi i ekipit, edhe ky për herë të parë në këtë qytet, bëri që ky aktivitet të organizohej në këtë zonë malore. Dita e parë u hap në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ku është ngritur edhe ringu i boksit me përballjet e më të mirëve në ring, por njëkohësisht edhe me një atmosferë festive. Du me falënderu shumë pjesëmarrësit, Federatën e Boksit, çiftin e mrekullueshëm Cecchini, Emiliano dhe Claudio, të cilët kanë bërë mujtën që ky event kaq i bukur, kampionati kombëtar i boksit, zhvillohet në qytetin tonë për 3 ditë me radhë. Unë uroj Tërbuni Boks, sepse një pjesë e mirë edhe të qytetarëve të Pukës që janë këtu, nuk e dinë që Tërbuni Boks ka një vit e gjysmë që është krijuar në qytetin tonë. Dhe drejtohet nga këta 2 mjeshat boksit, si që është Emiliano dhe Claudio Cecchini, 2 boksierë të njoftën që janë trajnerat e Tërbuni Boks. Prandaj ta shijojmë këtë event, sportistëve dhe gjithë pranishme të urojmë mirë se ardhen në Pukë, do të kalojnë një 3 ditë shumë bukur. Vëmendja kryesore u përqendrua në 9 duelet sportive të peshave të ndryshme, ku spikatin më të madh në ring e bën bokserët e Tërbuni Boks, të cilët nga 6 duele në 5 prej tyre patën rezultate pozitive. I pari në serinë e fitoreve ishte Xhaferaj në peshën 55 kg. Më pas Orhani peshës 60 kg, Kola po në të njëjtën peshë, ndërkohë që Jurgen Lazri peshës 65 kg do të mundë rivalin e Tiranës Mirel Gurrën. Cermeni peshës 70 kg mundi rivalin e Elbasanit e Jub. Me këto 5 fitore, më shumë se të gjithë ekipet rivale, Tërbuni Boks hell kandidaturën si pretendent kryesor për fitimin e titullit kampion.